Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund ta përjashtojë përkohësisht industrinë e automobileve nga tarifat që i kishte vendosur më parë këtij sektori për të dhënë prodhuesve të makinave kohë që të rregullojnë zinxhirët e furnizimit, por shoh diçka për të ndihmuar disa nga kompanitë e makinave me këtë, u tha Trump gazetarëve të mbledhur në zyrën ovale. Presidenti republikan tha se prodhuesit e makinave kishin nevojë për kohë për të zhvendosur prodhimin nga Kanadaja, Meksika dhe vende të tjera, dhe ata kanë nevojë për pak kohë sepse do t'i prodhojnë këtu, shtoi ai. Këshilli Amerikan i politikave të automobilave, një shoqat që përfaqëson Ford, General Motors, njoftoi se ndante qëllimet e Trump për rritjen e prodhimit vendas. Ekziston një ndërgjegjësim në rritje se tarifat e gjera për pjesët mund të dëmtojnë qëllimin tonë të përbashkët për të ndërtuar një industri amerikane automobilistike të lulëzuar dhe në rritje. Gjithashtu shumë nga këto tranzicione të zinxhirit të furnizimit do të kërkojnë kohë, tha burime zyrtare të Këshillit. Deklarata e Trumpit shtroi rrugën për një raund tjetër pezullimesh. Pasi sulmi i Trumpit ndaj taksave të importit ka tronditur tregjet financiare dhe ka ngritur shqetësime të thella nga ekonomistët e Wall Street rreth një recesionit të mundshëm. Kur Trump njoftoi tarifat për 25% për automjetet më 27 mars, e i përshkroi ato si të përhershme. Linjat e tij të ashpra ndaj tregtisë janë bërë gjithnjë më të paqarta, ndërsa lideri republikan është përpjekur të kufizojë pasojat e mundshme ekonomike dhe politike nga politikat e tij. Javën e kaluar, pasi një shitje në tregun e obligacioneve rriti normat e interesit për borxhin amerikan, Trump njoftoi se për 90 ditë tarifat e tij më të gjera kundër 10 vendeve do të vendoseshin në një nivel bazë për 10% për të dhënë kohë negociatave. Në të njëjtën kohë, Trump i rriti taksat e importit për Kinën në 145%, por përkohësisht uli taksën për pajisjet elektronike në 20%. Nuk ndryshoj mendjen time, por jam fleksibël, tha Trump.